Pejgamberi Idris a.s. Idrisi a.s. është një ndër pejgamberët e përmendur në Kur'an, të cilit urdhat I vinin nga fletushkat. Këtë gjë e dëshmon edhe Kur'ani famlar. Në Kur'an për të shkruan. Kujton e librin e Idrisit, se ai ka qenë pejgamber I vërtet dhe ne e kemi ngritur në një vend të lartë. Surja Merem 56-57. Vendlinja e Idrisit nuk është e saktë, por thuhet se ka lindur në Babilon dhe është rritur aty. Kur urrit, Allahu e përparoi në pejgamber dhe urdhëroi që t'i drejtonte njerëzit që kishin marrë rrugë të gabueshme, që janë larguar nga ligji I Ademit a.s., pra nga ligji I Allahut. Mirë po, ligjit e tij dhe ftesës së tij ju nështrua një pakicë e vogël, kurse pjesa më e madhe e popullit nuk ju përgjigj kësaj ftese. Me që nuk e dëgjoi pjesa më e madhe e popullit, ai vendosi t'i lindte ata njerëz të padëgjueshëm e të shkojnë në ndonjë vend tjetër. Idrisi a.s. I ftoi ata që ju nështruan ligjet e tij që të shkonin me të. Mirë po atyre erdhi vështirë ta lëshonin atë dheun e tyre. Prandaj I thanë se sikur të shpërnguleshin prej këtij vendi ku do të gjenin me Babiloninë e gjuhën asiriane, domethënë vendin ndërmjet lumit Tigër dhe Eufrat. Idrisi ju përgjigj se po të shpërnguleshin për hir të Allahut, ai do të ushqente kudo që të shkonin. Kur u nis Idrisi nga Babilonia, aty ju bashkuan edhe besimtarët e tij. I kaluan krahinat e Babilonisë dhe më në fund bërin në luginën e Nilit, që atëherë ishte e pabanuar. Ai vend u pëlqeu shumë dhe aty u vendosi. Idrisi a.s. dhe I tharët e tij jetuan së bashku duke u këshilluar në mes vetes dhe duke I prurë në besim të vërtet dhe pasardhësit e tyre të rinj. Idrisi a.s. e vazhdoi detyrën e vet deri në mbarim të jetës së tij. Në disa rrethime thuhet se Idrisi a.s. është gjallë në xhenet dhe punon si robaqepës për njerëzit që do të hyjnë në të. Këta mbështeten në ajetin e lartë përmendur, ku Allahu thotë se e kemi ngritur në një vend të lartë. Të vërtetën e din vetëm Allahu xhaleshanuhu, Zoti I madhreshëm, se ndoshta vendi I tij lart do të thotë rangu I pejgamberisë e jo se është gjallë, si thuhet. Prandaj duhet ditur një gjë që Idrisi a.s. kishte një urësi shumë të madhe, kishte zanatin e robaqepsit dhe ai vazhdimisht pra I thriste njerëzit dhe popullin të besojnë një Zot dhe të mos adhurojnë idhuj, statuja të rreshme. Pejgamberi Nuh a.s. Nuh a.s. është një ndër pejgamberët e përmendur në Kur'an, madje në 43-43 pra ajete. Është një kapitull e tërë quhet Nuh. Populli shumohej dita ditës dhe shmangej nga rruga e drejtë. Ky popull pas vdekjes së Idrisit a.s. u largua prej ligjit të besimit hyjnor dhe filloi të adhurojë idhuj të ndryshëm. Allahu e zgjodhi Nuhun a.s. prej atij populli që t'ua tërheqë vërejtjen dhe t'i drejtojë ata njerëz që ta adhurojnë vetëm një Zot, Allahun xhaleshanuhu. Nuhu a.s. u përpoq për një kohë të gjatë që t'i largonte nga besimi në idhuj të ndryshëm, mirë po të gjithë përpjekjet e tij shkuan kot. Populli nuk I përgjigj ftesës së Nuhut, por përkundrazi e përbuzi dhe nënçmoi atë. Nuhu thriste popullin duke I thënë se Allahu e ka zgjidhur atë vetë që t'i drejtojë njerëzit në rrugë të drejtë dhe se nuk kërkonte kurrë shpërblimi prej tyre. Ai u përpoq t'ua vërtetonte qenien e Allahut duke u treguar. Ai u përpoq t'ua vërtetonte për atë, duke u treguar shembuj bindes mbi krijimin e foshnjës të barkut të nënës, pastaj jetën e këtë botë, vdekjen, krijimin e qiellit të tokës, ushqimin, si dhe të gjitha gjërat që shihen mbi tokë. Ata I përgjigjen duke I thënë se po e tepronte qortimin dhe se nuk largoheshin prej rrugës që ndiqnin, me që edhe etrit e tyre kishin adhuruar ata idhujt. Pra nëse I dërguar nga Allahu I thoshin t'u sillte ndonjë të keqe që do t'i freksonte. Nuh a.s. I përgjigj: e keqja për ju është në duart e Allahut, jo në duart e mia. Edhe unë jam vetëm I dërguar I tij dhe jeta ime është në duart e tij. Pra Allahu na mbron nga çdo e keq. Ai e thriste popullin në besim të vërtet kur ishin në ndonjë tubim të hapur, ndërsa ata mbulonin veshët me gishta ose mbulonin fytyrën me lecka që të mos dëgjonin se çka e luti Allahun që të drejtonte atë popull të padëgjueshëm. Nuh a.s. ka thënë se ne duhet pra të adhurojmë vetëm një Allah dhe të mos I bëjmë atij shok. Nuh a.s. thirrte në besim në një Zot. Ai thirri 950 vite. Këtë e vërteton dhe ajeti kuranor. Ne e dërguam Nuhun te populli I vet e ai kaloi ndër ata 1550 vjet, e ata me që ishin pra ignorant
të paditur dhe pabesimtar i përfshiu vërshimin. Surja Ankebut ajeti 4. Allahu e urdhëroi Nuhun a.s. që ta ndërtojë një anije dhe kush kishte fatin të hynte në të, do të gjente shpëtim. Pra, anija e shpëtim. Ky që rasti i fundit për shpëtimin e atij popull. Nuhu a.s. ja filloi ndërtimin të anijes dhe po i tregonte popullit se ata që do të vinë dhe të kërkojnë strehim në të, do të shpëtojnë. Ata që nuk besonin nisën të talleshin dhe më tepër me të, duke i thënë se ishte çmendur. Ku është deti e ti ku po e ndërton anijen? Nuhu a.s. kur e përgatiti anijen, Allahu e urdhëroi që të fuste në të familjen e vet si dhe besimtarët e tij dhe prej çdo lloji shtazës e egërsirash të merrte nga dy sosh, femër e mashkull, kurse bashkëshorten e tij i urdhrua ta linte në tokë sepse ajo i takonte grupit të pabesimtarëve. Numri i besimtarëve ishte i vogël, por sa ishin nuk dihet. Në një vend në histori përmendet se ishin 6 veta, përpos Nuhut a.s., kurse diku tjetër thuhet se ishin 40 burra e 40 gra. Menjëherë pas mbylljes së anijes, filloi të bjerë shi dhe të shpërthej ujë nga toka të mbushej sipërfaqja e saj. Derisa anija e Zurit të lëndronte në Teurat, thuhet se uji është ngritur 15 kutë mbi tokë. Vetëm Allah e di se sasi uji ka pasur, po dihet se anija ka lundruar mbi ujë dhe se është dalur në kodrën e quajtur Xhuddi. Nuh a.s. para se të hynte vetë në anije, e thirrri dhe të birin, por ai rrinte anash dhe kundërshtonte. Këtë qëndrim të tij na e dëshmon Kurani, ku ceken dhe fjalët e Nuhut a.s. i cili këshillonte të birin e vet: O biri im, eja me ne e mos u bëj me ata që nuk besojnë Allahu. Surja Hud ajeti 42. Por si e pranoi thirrjen e babait? A e pranoi? Pra, ai nuk e pranoi thirrjen. Mos pranimi i thirrjes që i bëri babait të birit që shkak i mosbesimit të fjalëve të Nuhut, se kush nuk hyn në anije do të zhdukej. Ai tha babait: unë do të dal në majët e kodrës dhe do të shpëtoj. Mirë po, kur vërshoi uji, edhe ai u zhduk. Nuh a.s. dëshironte që fjala e Allahut të shkojë në vend, sepse Allahu e pat premtuar atij se ai bashkë me familjen e tij do të shpëtonte. Në Kur'an janë të cekur fjalët e tij: O Zoti im, djali është prej familjes sime dhe premtimi është i plotfuqishëm, e tij e gjykatësi më i drejtë. Hud 45. Allahu i tërhoqi vërejtjen Nuhut, duke i thënë se ai nuk është prej familjes së tij dhe të mos kërkonte një gjë të tillë. Ai që do të dilte jashtë anijes nuk është prej atyre që u kanë premtuar shpëtimin. Pastaj Nuh a.s. kërkoi falje dhe mëshirë nga ana e Allahut xhaleshanehu. Pas ndaljes së anijes në kodrën Xhuddi, dolën që të gjithë nga anija dhe me bekimin e Allahut u shtuan dhe prej tyre u mbush toka me njerëz. Thuhet se bijtë e Nuhut u shtuan, ndërsa të tjerët që ndodheshin në anije, jo. Njerëzimi u shtua përsëri prej bijve të Nuhut. Prej Samit rrjedhin arabët, hebrejt asirianët, babilonasit dhe fenikasit, prej Hamit të Zint dhe prej Jafethit raca mongole e verdhë. Hudi a.s. dhe fisi Ad. Hudi a.s. është një ndër pejgamberët e përmendur në Kur'an. Edhe fisi Ad nuk është përmendur në asnjërin prej librave të shpallur përveç Kur'anit. Gjurmet e këtij fisi nuk gjenden më. Ad ishte emri i babait të fisit dhe pastaj u pranua se është emër arab. Ibn Abasi radiallahu anhu thoshte se Hudi është i pari që ka folur gjuhën arabe. Arabët quheshin kështu për shkak të banimit të tyre në perëndim të Eufratit, edhe pse ishin nomad e ndacak. Do me thënë, sepse shpërnguleshin prej një vendi në një vend tjetër. Vendbanimi i fisit Ad. Ky fis banonte në Ahkaf, në veri të Hadramaut. Në vendbanimin e tyre nuk gjenden gjurmë as që ka banor. Nuk është as një arkeolog për ta zbuluar vendbanimin e tyre, por atje sigurisht në rrë gjenden gjurmë. Historiani Abdul Nejar thot, më ka treguar Abdullah ibn Ahmed ibn Omer Yahya Alevi Shiu prej popullit të Hadramautit se ka shkuar një grup arkeologësh në disa qytete të Malsis në veri pra të Hadramautit dhe se kanë zbuluar disa enë prej mërmirit të stëlisur me kunjë. Adhurimi i popullit të Hudit a.s. pra si pejgamber i Zotit, populli i Hudit filloi të largohej nga besimi i vërtet dhe nisi të adhurojë idhuj të ndryshëm. Për këtë arsye Zoti u dërgoi pejgamberin e vet Hudin a.s. për t'i nxjerrë në rrugë të drejtë. Siç tregon Ibn Abasi, populli i Hudit ka pasur 2 potir, huta pra që i besonin për Zotin. Njëri prej tyre hutave e quhenin Sumud,
e tjetrin hetar. Hudi a.s. u përpoq t'i largonte nga ky besim i gabuar dhe t'i kthente në besimin e vërtet, në besimin e një Zot. Por ata e kundërshtuan duke thënë se askush nuk është më i fuqishëm se ata. Hudi a.s. edhe pas kundërshtimit prap u tërhoqi pra vërejtjen dhe i këshilloi duke thënë se mund t'i gjente ajo që e gjeti popullin e Nuhut a.s. në qoftë se nuk do të dëgjonin. Ai u thoshte se nga ato gjëra që adhuronin ata nuk kanë as dëm as dobi. Ai për të cilit kemi dëm dhe dobi është Allahu i gjithfuqishëm, i cili ju ka kriju ju dhe në dorën e të cilit është jeta juaj. Prandaj është detyra juaj që të pendoheni dhe të kërkoni falje prej tij. Hudi a.s. i thoshte popullit se nuk kërkonte kurrë shpërblimi nga ai për këshillat që i jep. Ai këtë shpërblim e kërkonte nga Allahu. Në mesin e tyre kishte edhe besimtar, por ata ishin të paktë. Shumica e tyre kishin marrë rrugën e gabuar. Në Kur'an ceken fjalët e tyre se si janë përgjigjur Hudit, kur i thërriste të besonin në një Zot. O Hud, nuk na ka ardhur te ti me ndonjë dëshmi, tha, ti nuk na edhe me ndonjë dëshmi, që të na mbushësh mendjen se me të vërtetë je i dërguar, dhe ne nuk i lëm zotat tanë për fjalët e tua, dhe nuk të besojmë ty. Surja Hud, ajeti 50. Ti po thua se je i dërguar nga Allahu dhe po na këshillon t'i lëm idhujt tanë dhe t'i besojmë vetëm një Zoti. Si mund të largohemi ne nga ajo që kemi trashëguar prej stërgjyshërve tanë? Kështu e nënçmuan Hudin a.s. duke thënë se ishte i çmendur. Mirë po Hudi a.s. me gjaftësi u thoshte: Unë nuk jam i çmendur, por jam i dërguar prej Allahut që t'u tërheq vërejtjen juve për t'ju larguar nga besimi i kotër. Allahu nuk dërgon njerëz të çmendur te një popull që pasojat e më të mëdha se sa dobit. Hudi a.s. e vazhdoi detyrën e vet dhe më në fund u tha atyre se do të dënoheshin sikur u dënua populli Nuhut a.s. Ai kërkoi nga Allahu që të merrte masa kundër atij populli të padëgjueshëm. Allahu pranoi kërkesën e tij dhe i dënoi me erë e me stuhi, që zgjati 7 ditë e 8 net, derisa u shfarosën që të gjithë Hudin dhe besimtarët e tij Zoti i shpëtoi me mëshirën e vet. E pastaj se bashku me këta besimtarë, ai shkoi në Hadramaut dhe atje jetoi derisa vdiq. Populli i Hadramautit thot se Hudi a.s. u varros në lindjet e Hadramautit në qytetin Terim, afër luginës Bërhut. Pejgamberi Salih a.s. dhe fisi Themud, sipas emrit të gjyshit të tyre, Themud ibn Amr ibn Eren ibn Sam, ashtu u quajt dhe fisi Themud. Vendbanimi i Themudit ishte Hijraja, në mes të Hijazit dhe Sirisë, në luginën Kura. Gjurmët e qyteteve të tyre ende dihen, me që ata morën mësim prej fatkeqësisë së fisit Ad dhe filluan të ndërtonin banesa të forta nëpër brigjet gurore. Themudasit adhuronin puta të ndryshëm, të cilët ia shoqëronin Zotit një. Atyre Zoti u dërgoi një pejgamber, këshilltar të tyre, për t'u përmendur të mirat e Allahut që ua ka dhënë dhe të dëshmojnë se Zoti është një e nuk ka shoq. Salihu a.s. u paraqiti dëshmi të qarta se janë në besim të kotë, duke u thënë se me të vërtetë Allahu është ai që duhej t'i luteshin e kërkush tjetër, sepse ai është i vetëm dhe nuk ka askush, pra jetë të përhershme përveç tij. Atëherë fisit e mund kërkojnë nga Salihu a.s. dëshmi, mucize, mrekulli mbi natyrore, të cilat nuk mund t'i bëjë çdo kush. Këtë ja kërkuan si dokument që t'i bindë se ishte i dërguar nga Zoti. Një ditë prej ditësh, ata i thanë Salihut a.s. Urdhëro të dalim në bjeshk dhe t'i lutë Zotin tënd dhe ne po i lusim zotat tanë, e të shohim se kush do të dalë fitues. Fisi Themud kërkoi prej Salihut a.s. Lutet i Zotin tënd që të dalë një deve nga ky shkëmb i madh dhe ajo të pjell menjëherë. Salihu a.s. e luti Zotin e Madhëshëm, ata shikonin, guri filloi të lëkundej, kur pa prit mas doli prej shkembit deveja dhe menjëherë pra e polli një deve të vogël. Një pjesë e tyre i erdhën menjëherë në besim, besua Salihun a.s. dhe mrekullinë që e bëni me lejen e Allahut, kurse pjesa tjetër prap nuk i besoi. Pas një kohe, ata që nuk i besuan Salihut a.s. e mbytën edhe deven,
gjë që e zemroi shumë Salihun, dhe ai kërkoi prej Allahut që ta dënon atë popull të pabindur. Zoti ja pranoi lutjen Salihut a.s. dhe i shfarosi me një zë të tmerrshëm, kurse Salihun a.s. dhe besimtarët i shpëtoi. Salihu a.s. pas kësaj ngjarje u shpërngul prej atij vendi së bashku me besimtarët e vet dhe u vendos në Palestinën e sotme në Remle, provinca Remle. Pejgamberi Ibrahim a.s. Ibrahimi ishte i biri i Azerit i fisit të Kaldejve, të cilët banonin në jug të Irakut. Ata u besonin idhujve dhe babai i tij ishte idhujtar. Azeri ishte mjeshtër. Ai bënte put dhe idhuj të tjerë. E pastaj thoshte se këta janë zota dhe u ashiste njerëzve që ishin besimtarë të idhujve. Ibrahimit a.s. Allahu i dha zgjuarësi e mendjehullësi, dhe ai vetveti u drejtua në besim të vërtet. Ibrahimi e pa se putët dhe idhujt, statuet e tjerë nuk dëgjonin as shihin. Prej tyre nuk kishte as dëm as dobi. Ky popull përveç idhujve adhuronte edhe yjet, hënën, diellin e tjerë. Ibrahimi a.s. ja tërhoqi vërejtjen popullit të vet se nuk duheshin adhuruar as yjet, as dielli dhe as hëna, por duhej adhuruar dhe madhruar ai që i ka krijuar ato, sepse në duart e tij është çdo gjë që gjendet në qiell. Ibrahimi a.s. besimin e vërtetë e gjeti vetvetiu nga mendja e shëndosh. Ai një natë pa se një yll ishte më i ndritshëm se të tjerë dhe tha se ky ishte Zoti i tij. Por pas pak kohë ai perëndoi dhe Ibrahimi a.s. tha se nuk e do atë që humbet. Kur e pa hënën tha se ky ishte Zoti i tij, por edhe ajo perëndoi dhe e pa se ajo nuk ishte Zot. Pastaj lindi dielli dhe tha ky është Zoti i tij. Dielli ishte më i madh dhe më i ndritshëm, por edhe ai perëndoi si të tjerët. Meqense edhe dielli perëndoi, Ibrahimi i tha popullit të vet: O popull im, unë po largohem prej besimit të gabuar fetishizmit tuaj. Unë i drejtohem atij, Zotit që ka krijuar qiellin e tokë. Unë nuk jam në idhujtar dhe në idhujtari. Surja El-An'am ajeti 79. Populli filloi të kërcenohej dhe t'i kërcenohej pra Ibrahimit a.s. që po i injoronte perëndit e tyre, po i nënçmonte ato. Mirë pa ju tha se Perëndia kishte drejtuar atë dhe sa i nuk friksohej prej tjetër kujt, vetëm prej Zotit një. Ibrahimi a.s. u përpoq t'i largonte njerëzit nga ky besim i kot, por ata nuk e dëgjuan. Për ta bindur popullin se idhujt e tyre nuk janë të dëmshëm e as dobishëm, ai një ditë prej ditësh vendosi t'ua bënte një të keqe idhujve të tyre, në mënyrë që edhe vetë idhujtarët të bindeshin se me të vërtet nuk kishin dëm as dobi prej tyre. Ibrahimi një ditë hyrë në faltorën e tyre dhe theu të gjithë idhujt, po atij më të madhit. Kur dëgjuan idhujtarët se dikush kishte hyrë në vendin e shenjtë, sipas hamendjes së tyre, thirrën Ibrahimin dhe e pyetën se a kishte bërë ai këtë gjë të shëmtuar. Ibrahimi a.s. u përgjigj: Pyetni atë më të madhin se mos është zemëruar ai në ta dhe e ka bërë këtë gjë. Surja Enbiya ajeti 63. Të pranishmit u hutuan nga përgjigjja e tij dhe nuk dinin ç'ti thoshin. Më në fund i thanë: Ti e di se ai nuk flet. Atëherë Ibrahimi u aktheu: Adhuroni pra adhuroni Allahun. A adhuroni përveç Allahut një gjë që nuk është e dobishme dhe në njëjtën kohë as e dëmshme? Pse nuk i besoni Zotit të vërtet, të mirë ju që nuk mendoni as pak? Surja Enbiya 66-67. Idhujtarët u zemruan në Ibrahimin a.s. dhe vendosën që ta digjnin në zjarr. Ata tu buan një ton dru dhe aty e qitën Ibrahimin a.s. Mirë po Zoti gjithfuqishëm e urdhëroi zjarrin që të mos e digjte atë dhe kështu Ibrahimi shpëtoi. Melajka Xhibril erdhi, por ai kërkoi mbrojtjen e Allahut xhaleshanuhu dhe zjarri u bë shpëtim dhe paqe për Ibrahimin a.s. Ja në rukun i berdun wa selamun ala Ibrahim. Aso kohë mbreti i Babilonisë ishte Nemrudi. Kur dëgjoi për këtë mrekulli të Ibrahimit a.s. e thirrë atë dhe pyeti: Kush është Zoti yt? Ibrahimi ju përgjigj: Zoti im është ai që u merr shpirtin njerëzve dhe që i ringjall. Nemrudi tha se edhe ai u merr shpirtin dhe i ngjall. Thuhet se në praninë e Ibrahimit a.s. nga dy të burgosur, njërin prej tyre Nemrudi e mbyti, ndërsa tjetrin e liroi. Ai donte të thoshte se cilin të donte e mbyste dhe cilin të donte e lironte. Ibrahimi a.s. i tha: Zoti i gjithfuqishëm po e sjell diellin çdo ditë nga lindja, nëse je ti Zot, sill edhe ti lindin, sill edhe ti pra diellin të lindin nga perëndimi. Bekare 258.
Nemrudi nuk mundi të përgjigjej kësaj pyetje, por prapse nuk i besoi. Ibrahimi a.s. kur e pa se nuk i besoi populli, ndër të cilët ishte edhe babai i tij Azeri, i cili nuk erdhi në besimin e vërtet, vendosi të largohej prej tyre. Ibrahimi u nis në drejtim të Palestinës, i shoqëruar nga bashortja Sara dhe i biri vllait të tij Luti a.s., që i kishte besuar qysh në fëmijëri. Mandej u shpërngul edhe prej Palestinës dhe shkoi në Egjipt, ku qëndroi një kohë dhe pastaj u kthye përsëri në Palestinë. Pra, ky ishte Ibrahimi a.s., i cili i thirri njerëzit në besimin wahdanie, në besimin në një Zot. Pejgamberi Ismail a.s. Ibrahimi a.s. me bashortën e vet Sarën nuk kishte fëmijë. Sara, kur pa se nuk kishte më shpresë për fëmijë, i adhuroi Ibrahimit robreshën e vet, Haxherën, të cilën asaj ja kishte dhuruar mbreti i Egjiptit. Ibrahimi u martua me Haxherën dhe pas një kohe ajo lindi një djalë, të cilit i vuri emrin Ismail. Ismaili është një nga pejgamberët e Allahut. Pas lindjes së Ismailit, Sara u bë ziliqare ndaj Haxherës dhe fëmijës së përsalindur dhe kërkoi prej bashkëshortit të vet Ibrahimit që ta largonte Haxherën me gjithë djalë. Ibrahimi u detyrua ta largonte Haxherën për t'ia plotësuar dëshirën Sarës. Ai e mori Haxherën me djalë dhe i dërgoi në një luginë të Hijazit, ku sot është Meka dhe shtëpia e shenjtë, Qabja. Ibrahimi atje u la aty një enë me ujë dhe një shport me hurma dhe nisi të largohej. Por Haxherja ju vu prapa duke e thirrur dhe duke i thënë: "Këtu do të na lësh?" Ibrahimi u përgjigj: "Po." Haxherja i tha: "A kështu Zoti të ka urdhëruar?" Ibrahimi përsëri u përgjigj: "Po." Ai u largua duke shikuar nganjëherë prapa derisa nuk shihej më. E pastaj u ndal dhe i ngriti duart e ju lut Allahut me këto fjalë: "O Zoti ynë, unë i lash pasardhësit e mi në luginë pa bimë, afër shtëpisë sate." Surja Ibrahim 37. Haxherja ushqeu djalin derisa pati ujë. Kur u harxhu uji, fëmijën e mori etja. Haxherës i vinte keq kur e shikonte djalin tek përbihej nga etja, prandaj u largu nga djali që nuk mund ta shikonte më se ishte gati. Safa ishte kodra më e afërt, Safaja, në majën e së cilës hipi Haxherja dhe u kthye nga lugina për të shikuar në mos po shihte dikë ose ndonjë burim uji. Mirë po nuk pa askënd, dhe u kthye në drejtim të merrës, që është gjithashtu një kodër përballë dhe filloi të vraponte andej këndej. Këtë vrapim e bëri 7 herë. Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, e sqaron hadithin e Muhamedit a.s. duke thënë: "Ecja të shpejtuarit e njerëzve në mes të atyre 2 kodrave është vrapim i Haxherës që nuk mund ta shikonte djalin duke qarë. Derisa ishte ende duke vrapuar, ajo pa një melajke aty afër djalit të saj dhe ujin tek po kufonte. U ndal dhe tha: "Zem, zem", që do të thotë ndal, ndal. Me një rast tjetër Ibn Abasi thotë se Muhamedi a.s. ka thënë: "E mëshiroft Zoti nënën Ismailit se po të mos thoshte zem, zem, ai do të bëhej krua." Haxherja pasi shpërtheu uji, i dha djalit ujë, e piu edhe vetë. Pastaj dëgjoi edhe një zën nga një i padukshëm i cili tha: "Mos u frikso, se nuk do të humbni. Këtu do të ndërtohet shtëpia e Allahut, të cilën do ta ndërtojë ky fëmijë dhe babai i tij." Haxherja tani u vendos afër burimit Zemzem. Pas disa ditësh, aty pari kaloi një karavan tregtarësh nga Jemeni, të cilët shkonin për Sham. Ata pan gruan me fëmijën dhe ujin, aty ku deri atëherë s'kishte pasur fare. Tregtarët kërkuan prej Haxherës që ajo t'i lejonte edhe ata që të vinin me familjen aty. Haxherja i lejoi, por u tha se ujin nuk kanë të drejtë ta përdorin. Ata pranuan kushtin dhe erdhën aty, ku ngrehen vendbanimin Mekën e sotme. Tregtarët i takonin fisit të njohur Xhurhum. Ismaili u rrit me ta. Arabishtën e mësoi prej tyre dhe më vonë edhe u martua me një vajzë të këtij fisi. Pasardhësit e Ismailit quhen Arabul Mustarib, që do të thotë njerëz të arabizuar. Ndërtimi i Qabes. Ibrahimi a.s. e vizitonte të birin kohë pas kohe dhe me një rast i tha: "Unë jam urdhëruar që të ndërtojmë një shtëpi faltore, që t'i falemi Allahut Zotit tonë." Qabja është ndërtesa parë që u ndërtua me qëllim të madhërohet emri Zotit Fuqiplot. Këtë gjë e vërteton Kurani. E para shtëpi e cila u është
ndërtuar njerëzve për faltor është ajo në Mekë. Ajo është e pastërt e bekuar dhe bota islame kthehet nga ajo. Duke kërkuar prej Allahut fuqi plotë që ta drejtojë në rrugë të drejtë. Surja Al-Imran, ajeti 96. Me urdhën e Zotit fuqiplot, Ka'ben e ka ndërtuar Ibrahimi me të birin e tij Ismailin. Kur e ndërtuan, ju lutën Allahut duke thënë: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër, ti je ai që i dëgjon fjalët tona dhe që i di qëllimet tona. Edhe arabët që nuk besonin në një Zot, Ka'ben e zinin si faltor. Ata vinin nga të gjitha anët që ta shihnin atë. Lera e saj, si vend i shenjtë, u shtua dhe më shumë me ardhin e pejgamberit të fundit, Muhammed a.s. Me vonë shkruajnë në të, një herë në jetë u bën një ndër kushtet e Islamit, por vetëm për ata ose ato që kanë mundësi materiale ekonomike. Qabja prej ndërtimit e deri me tash është rindërtuar disa herë. Ibrahimi a.s. duke ndërtuar në qoshin lindor e vuj një gur, i cili quhet Hajarul Aswad, guri i zi. Ky gur gjendet edhe sot aty dhe shërben si shenjë se prej kur fillon tavafi. Meqense ky gur është i thyer, është lidhur me një rreth të bakrit dhe është stolisur me një brez të artë. Përmasat e këtij guri janë nga 10 cm, gjerësia, gjatësia dhe lartësia e tij. Qabja është ndërtuar në formë katrore. Si material, ndërtimi janë përdorur gurt e fortë me ngjyrë qielli. Lartësia e saj është 15 metra. Ana ku gjendet Hajarul Aswadi dhe ana e kundërt janë me një gjatësi prej 10 metrash. Dera e saj është 2 metra mbi tokë. Në këtë derë arrihet me anën e shkallëve të lëvizshme, të cilat përdoren në rast nevoje. Flimi Ismailit a.s. është thënë edhe më parë se Ibrahimi a.s. nuk ka pasur fëmijë me bashkëshorten e tij Sarën. Sara kur humbi shpresat për të lindur ishte në moshë të shtyrë. Ibrahimi a.s. ja fali shërbetorin e saj Haxherën që të martohej me të, në mos ajo do t'ja lindte fëmijët Ibrahimit. Ibrahimi a.s. kur rëzua me Haxherën dhe u lut dhe tha: O Zoti im, më dhuro mua fëmijën nga më të mirët. Ne gëzuam atë me një djalë të mirë, të sjellshëm, të dëgjueshëm e të edukuar. Ibrahimi a.s. kur lindi ky fëmijë i kishte mbushur 86 a 7 vjet. Fëmijën me pëlqimin e të 2 grave, Ibrahimi e emroi Ismail. Zoti xhaleshanu deshi ta vënte në provë Ibrahimin a.s. se sa ishte ai në gjendje të jepte ai për Zotin e lartësuar. Njëkohësisht e sprovoi edhe djaloshin e mirë. Kur Ismaili u rrit filloi të punojë së bashku me baban e tij, Ibrahimi tha: O djalim, unë ty po të shoh në ëndër duke të prerë, ç'mendon ti për këtë? Ai tha: O babaim, vepro si të urdhërohet, në dasht Allahu, mua do të më gjesh prej durimtarëve. Dhe kur ata të dy ju dorëzuan Allahut, ai e shtriu atë me fytyrë për tokë, ne e thirrëm atë: O Ibrahim, ti e realizove ëndrën, ne kështu i shpërblim bamirësit. Kjo ishte një sprovë e vërtetë dhe e qartë. Ne e shpërblim atë me një kurban të madh. Surja Safat 108. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Ibrahimi a.s. ju shpall që djalin e tij ta bëj kurban për Allahun. Me këtë u pa besimi dhe dashuria që kishin ata ndaj Allahut xhaleshanuhu. Ibrahimi a.s. për Allahun e dha të vetmi fëmijë që kishte, por dhe Ismaili ju nënshtrua urdhit të madhit Zot për të bërë kurban. Kur Allahu i lartësuar pa sinqeritetin e çdo dyve, në vend të Ismailit vuri një dash. Kur Ibrahimi a.s. deshi ta presë, djalin e largoi nga shtëpia në mënyrë që të mos e priste në praninë të ëmës, Haxherës. Shejtani mallkuar për poshtë u turbullonte mendjen si Ibrahimit dhe Ismailit. Ashtu dhe të ëmës, Haxherës, por kësaj nuk e arriti. Ata e gjujtën shejtanin në 3 vende me nga 7 gur. Ai vend tash quhet Minne. Dhe kur shkojnë haxhint atje, në atë vend për çdo vit gjuajnë me gur. Kur Ibrahimi a.s. deshi ta priste djalin e vet, të vetëm me vonë edhe pejgamber, thika nuk ja preu qafën. Në atë moment, melekët sollën një dash. Ibrahimi dhe Ismaili a.s. prej gëzimit kënduan tekbire dhe pas tekbireve, Ibrahimi a.s. e preu dashin kurban. 2 veta në botë janë kompensuar me bagëti. I pari është Ismaili a.s. për cilin melekët me urdhën e Allahut sollën pra një dashin, dhe i dyti është Abdullah ibn Abdul Muttalibi, babai Muhamedit a.s.
Abdul Mutalibi kishte premtuar se nëse i lehtësohet hapja bunorit Zemzem ose nëse i lind fëmia i 10 ka për ta prerë kurban. Ai ishte Abdullah, babai Muhamedit a.s. Kur lindi Abdullah ishte një fëmijë shëndosh dhe i bukur, ai preu 100 deve për idhullin e tij dhe e shpëtoi djalin për ta plotësuar premtimin edhe atij. Pra, dhe premtimi u plotësua. Jakubi dhe Jusufi a.s. Jakubi është i biri Ishakut e nipi Ibrahimit a.s. Ai kishte djem. Këta lindën në Fedan te daja e tij Labani, ku Jakubi shërbente si bari. I ati i donte Jusufin më shumti sepse ai ishte më i sjellshëm ndaj prindërve. Kjo gjë bëri që vëllezërit e tij ti kishin zili. Jeta e Jusufit në fillim mori atë pjetën. Ai hoqi shumë nga sjelljet e këqija të vëllezërve, por më vonë doli në sheshe vërteta dhe ndikoi mirë në popullin e Egjiptit, sjelljet e fqinjet e atij vendi. Jusufi a.s. përmendet shpesh herë në Kur'an. Madje një kapitull të në Kur'anit flet për ngjarjen e tij. Jakubi u shtua edhe më shumë dashuri ndaj Jusufit, kur ja tregoi një ëndër që kishte parë. Jusufi kishte parë ëndër se 11 vjet dilli dhe hëna i kishin bërë sejdë për ulje. Jakubi a.s. prej ëndrës së tij e kuptoi se ai do të jetë njeri në autoritet të madh. Prandaj e këshilloi që të mos u tregonte këtë ëndër vëllezërve të tjerë. Jakubi a.s. e porositi ata që të hesht, me që u friksua prej vëllezërve të tij, se mos i bënin ndonjë të keqe. Një ditë prej ditësh, bitë e tjerë të Jakubit a.s. vendosën të hakmerreshin ndaj babait të tyre për përkrahjen që i bën të Jusufit. Ata një ditë e lutën baban e tyre që Jusufin ta merrnin me vete në gjuhë e tij ose në një shëtitje. Jakubi pati frikë t'u jepte dhe u kundërshtoi duke u thënë se mund ta hante ndonjë ujk. Ata i thanë se dëshironin ta merrnin me vete që të luanin me të në fushë, në ajër të pastërt, dhe se do ta runin nga çdo gjë. Në qoftë se rastësisht do të ndodhë diçka, i thanë ata, përgjigjemi ne për ta. Atëherë Jakubi a.s. me zemër të thyer u dha leje që ta merrnin me vete. Kur dolën në fushë u këshilluan mes veti se ç'ti bënin. Më në fund vendosën që ta hidhin në një grop, në një pus pa ujë. Pasi e hodhën në pus bunar, ata u kthyen në shtëpi më vonë se zakonisht. U arsyetuan se kishin humbur kohën duke kërkuar Jusufin. Bile ata filluan të qanin me zë të lartë dhe i thanë babait të vet: "O baba, ne kemi lënë Jusufit na i ruaj rrobët, kurse ne shkuam të luajmë." Kur u kthyem, ato e kishte ngrënë ujku dhe i thanë këmishën me gjak, dhe i dhanë ato këmishën me gjak të huaj. Jakubi e mori këmishën dhe e shpalosi, madje u kthye dhe u tha djemve: "Çfarë ujku që ai që hëngri birin tim e nuk e shqeu këmishën dhe as nuk nguli as një dhëm." Thuhet se njëri prej vëllezërve të Jusufit, Rubini, nuk që pajtuar me të tjerët dhe kështu pa thënë që ta hidhin në pus, me shpresë se do të shpëtonte me qëllim që ky pastaj të dilte në ndim, gjë që edhe e bëri. Ai përvidhej nga vëllezërit e vet dhe tinxisht i çonte bukë aty ku e kishin hedhur, por babait të vet nuk guxonte t'i tregonte asgjë. Jusufi qëndroi në pus disa ditë. Një ditë prej ditësh aty pari kaloi një karavan tregtarësh nga Egjipti dhe e pa në atë pus. Njëri prej tyre afrua të kërkonte ujë, e lëshoi kofën në pus dhe Jusufi u kap për kove. Tregtari mendoi se kova mbush me ujë, po në të ishte kapur një fëmijë. Tregtari bërtiti me zë të lartë: "Ya Bushra, hadha gulam." Gjeta pra një fëmijë në surën Yusuf ajeti 19. Ata e morën Jusufin me vete dhe e çuan në Egjipt. Kur erdhi te pusi vëllai i tij, Rubini, që i çonte ushqim për çdo ditë, e pa se Jusufi nuk ishte më aty. Filloi të qante me zë nga dëshpërimi dhe shqeu teshat e trupit. Shitja e Jusufit a.s. Tregtarët egjiptianë shitën Jusufin a.s. në treg. Atë e bleu shefi i policisë atjeshme. Kur arriti Jusufi në shtëpinë e zotërisë së vet, Zoti i adhuroi një dashuri të madhe zotërisë ndaj tij dhe ai i tha bashkëshortes së vet: "Nderoje robin tim se ndoshta do të kemi dobi prej tij ose e marrin si fëmijë tonin." Sura Yusuf ajeti 21. Jusufi rritej dhe zotëriu i tij nuk e shikonte si rob, por i dha një përkrahje e bëri kryetar të robërve. Jusufi ishte besnik dhe i sinqert. Ai dëshironte që të mbante besnikërinë e vet. Këtë gjë na e vërteton sjellja e tij ndaj zonjës së vet. Zonja e tij, duke e parë bukurinë e tij të jashtëzakonshme, nisi të dashurohej atë. Dhe kjo dashuri dita ditës i shtohej. Një ditë prej ditësh Jusufi hyrë në dhomë të zonjës së tij, Zelihas, dhe ajo i propozoi të kishin marrëdhënie, të cilën gjë Jusufi e kundërshtoi me këmbgulje. Ajo pa prit mas ia mbylli derën, por Jusufi i tha se zotëriu i tij ka besuar çdo gjë, e kjo është tradhti
dhe filloi të kërkojë rrugdalje për të shpëtuar nga ajo dhe nga shejtani e qëllimi i tij. Ai largoi prej saj e ajo i vërsulej edhe më shumë. Kur doli jashtë Jusufi në ikje sipër, takoi zotriun e tij që vinte në shtëpi, së bashku me një të afërm të zonjës Zeliha. Ajo kur e pa bashkëshortin e saj bërtiti gjoja se Jusufi kishte dashur ta dhunonte dhe u kthyej e i tha bashkëshortit të vet: "Çfarë dënimi meriton ai që dëshiron t'i bëjë një të keqe familjes sate?" Suja Jusuf ajeti 25. I afërmi i saj që erdhi së bashku me bashkëshortin e saj ishte njëri i sinqert, sepse me këtë rast tha: "Nëse këmisha e tij Jusufit është e shqyer përpara, atëherë Jusufi është rrenasak, fajtor, e nëse është ndryshe këmisha shqyer prapa, atëherë rrenasake është ajo." Kurse ai Jusufi është i drejtë besnik. Kur e shikuan këmishën, ajo ishte e shqyer prapa. Me këtë provë u vërtetua se Jusufi është i pafajshëm. Përhapja lajmit në qytet. Në qytet u përhap lajmi se zonja Zeliha është dashuruar në shërbëtorin e saj. Gratë e njerëzve udhëheqëse çuditeshin dhe e fynin Zelihan që ishte dashuruar në shërbëtorin. Atëherë Zelihaja i thirrë shoqet e veta në drekë e pastaj u dhan nga një pemë që kishte nevojë të qerojë me thikë. Kur filluan t'i qeronin pemët, zonja Zeliha thirrë Jusufin që të hynte në dhomë. Jusufi hyri brenda e gratë që ishin aty u habitën nga bukuria e tij, sa që prisnin duart e tyre dhe nuk dinin as pak dhemje, sepse kishin humbur e ishin mahnitur nga bukuria e tij. Zelihaja kur pa se atyre po urrëte gjak nga duart, urdhoi Jusufin të dilte nga dhoma. Jusufi doli dhe ato vetëm atëherë ndjen dheme dhe filluan të bërtisnin, sepse vërejtën që i kishin prerë duart e veta. Pastaj Zelihaja u tha: "Ky është ai për të cilin po më fyni ju." Zelihaja pranoi se ajo ishte iniciatore për atë gjë dhe i tha Jusufit: "Nëse nuk vepron si të them unë, do të burgos." Jusufi a.s. ju drejtua Allahut duke thënë: "O Zoti im, o Zot, më i mirë është burgu për mua, më i mirë është burgu për mua se kjo gjë që po më shtyn ta bëj." Zotriu Jusufit e dinte fare mirë se Jusufi ishte i pafajshëm dhe se bashkëshortja e tij ishte fajtor për të gjitha, por prapse për ta mbuluar turpin e së shoqes, vendosi ta burgoste. Ai u detyrua që kësaj Jusufit t'ia shpërblente të mirën me të keqe. Burgosja e Jusufit a.s. Jusufi u burgos pa dalë para gjyqit, edhe pse nuk kishte bërë kurrë vepre penale. Jusufi në burg i gjeti dhe 2 djegë mosha, ata kishin qenë shërbëtorët e mbretit. Një natë, njëri prej tyre pa një ëndër dhe ja tregoi Jusufit. Jusufi i shpjegonte shumë bukur ëndrat. Të nesër me një erdhi tjetër shërbëtor dhe i tha: "Edhe ai kishte parë një ëndër." Jusufi edhe atij ja shpjegoi. I pari kishte parë ëndër se po shtrydhte rrush dhe pastaj i qiste verë mbretit. Kurse tjetri tha: "Unë kam parë ëndër një tepsi me ushqim që e mbajta në kokë, ndërsa shpendët hanin në të." Suja Jusuf 36. Jusufi me këtë rast u shfaqi të vërtetën dhe i drejtoi në besimin në një Zot. Ëndrat u shpjegoi kështu: Të parit i tha se do të liroj nga burgu dhe do të kthej prap në vendin e punës, kurse të dytit i tha se ai do të dënoj me vdekje. Do ta varin dhe do të mbetet shumë kohë i varur, madje do të vinë shpend dhe do ta çukasin kokën e tij. Nuk zgjati shumë dhe vërtetua shpjegimi i Jusufit a.s. I pari u liru nga burgu, kurse të dytin e varën. Jusufi i tha atij që u liru nga burgu, që t'i thoshte mbretit se një njeri i pafajshëm është në burg. Mirë po, shërbëtorit pasi u lirua, shejtani ja largoi nga mendja porosinë e Jusufit dhe mbretit nuk ja përmendi fare. Për atë shkak Jusufi mbeti edhe disa vite në burg. Dalja e Jusufit nga burgu. Pas ditëve që kaloi Jusufi në burg, Allahu dëshiroi që t'ia shpejtoi procesin dhe i përgatiti mënyrën si të lirohet nga burgu i mbretit të Egjiptit, faraoni i 14. Kishte parë ëndër se 7 lopë bukura të majme dolen prej një lumi, pastaj dolen edhe 7 të tjera të likshta që i hëngën ato të parat. Të dytën natë faraoni pa një ëndër tjetër, 7 kallin të njom dhe 7 kallin të thatë. Kallin të thatë i hëngën të 7 kallin të njom. Faraoni u dëshpëruan nga të 2 ëndrat dhe me njëherë thiri magjistarë dhe këshilltarë të vetë që t'ia shpjegonin ëndrat që kishte parë. Mirë po nuk mori shpjegim të saktë prej asnjërit. Atëherë shërbëtori që kujtua ëndrat që kishte parë në burg dhe shpjegimi i Jusufit. Ai tha mbretit se kur kishte qenë në burg kishte parë një ëndër të cilën ja pa shpjeguar një djalosh hebrej, robi i ministrit të sigurimit.
Faraoni menjëherë kërkoi prej tij që të shkonte në burg dhe të dëgjonte shpjegimin nga Jusufi për ëndrat që kishte parë. Shërbëtori shkoi tek Jusufi dhe ju drejtua me këto fjalë. Jusuf o besnik na shpjego, çka do të thotë 7 lopë të dobta i hanin 7 lopë të majme dhe 7 kalin të thatë i hanin 7 të njom, e të kthehem te njerëzit që dha ta dinë këtë. Jusufi a.s. ja sqaroi ëndrat e mbretit dhe i tha: Të mbillen vite me radhë, e çka të korni lenin e kallin depo, përveç një pakice që e hani. Madje vazhdoi se sënduesit e Egjiptit duhet të kenë kujdes që në ato vite të begatshme t'i mbushin depot shtetënore me dridh sa më shumë që t'jetë e mundur. Ndërsa sa nuk zën depot t'i lënë në kallin, do me thënë pa fshirë, në mënyrë që të furnizohet populli në vitet e thata që vinë me vonë. Kur u kthye shërbëtorit e mbretit dhe ja tregoi shpjegimin e Jusufit, atij pëlqeu ky shpjegim dhe kërkoi që Jusufi të vinte në pallat. Mirë po Jusufi nuk pranoi të dilte nga burgu para se ta vërtetonte mbreti punën e tij. Përse është në burg, a është fajtor apo jo? Mbreti filloi hetimet për burgosin e Jusufit, rishtas dhe pasi u kthyen, doli në shes se Jusufi ishte burgosur pa kur farfaj. Jusufi në pallatin e mbretit. Kur doli në shesh se Jusufi nuk kishte bërë kur far vepre për dënim, mbreti e mori në pallatin e vet si bashkëpunëtor. Faraoni e pyeti Jusufin: "Çfarë detyre do të kryesh në qeverinë time?" Jusufi a.s. kërkoi pozitën e ministrit të bujqësisë dhe të financave. Kërkesa e tij u aprovua prej faraonit dhe Jusufi u bë ministri i parë prej Benu Izraelitëve në qeverinë e faraonëve. Jusufi a.s. menjëherë filloi aktivitetin e grumbullimit të drithit në depot shtetërore dhe në hambaret individual. Për pjesën e drithit që nuk kishin ku ta lënin, urdhëroi që të ruhej në kallin. Ai, kur u mbrua ministri i financave, ishte në moshën 30 vjeçare. Jusufi, përveç detyrës së tij, pas faraonit kishte fjalën kryesore në Egjipt. Faraoni pati besim të madh në të, saqë kur e emëroi ministër, unazën që e pati në gisht e hoqi dhe ja dha Jusufit. Edhe rrobat i dha të ngjashme me të veta, që si kishte veshur kur askush më parë. Jusufi bëri një udhtim nëpër Egjipt duke ndaluar në çdo krahin. Ai e urdhëronte popullin se si duhej grumbullu dhe ruajtur drithin gjatë këtyre viteve të begatshme. Kur përfunduan 7 vjet të begatshme, filloi thatësia dhe arritën ata 7 vjetët e pritura pra që i kishin administruar. Vëllezërit e Jusufit kërkojnë dritë në Egjipt. Kur erdhen vitet e thatësisë, u bë krizë për bukë në tërë botën. Egjiptasit erdhen te faraoni dhe kërkonin dritë. Atëherë Jusufi hapi depot shtetërore dhe u dha dritë, sipas nevojës familjare. Më vonë kriza përfshin edhe Palestinën, ku ishte Jakubi a.s. Populli i Palestinës mori vesh se në Egjipt kishte dritë. Jakubi a.s. i dërgoi bijtë vet për të blerë dritë në Egjipt. Kur arritën në Egjipt, Jusufi i njoh vëllezërit e vet, kurse ata nuk e njihnin ata. Nuk ishte çudi pse ata nuk e njihnin, sepse ai kishte ndryshuar krejtësisht, si nga pamja, ashtu edhe nga veshmbathja, kurse ata ishin si më parë. Kur u dha Jusufi vëllezërve drithin që e blen aty, u tha se herën tjetër nuk mund të merrnin pa e sjellë me vete vëllain e vogël. Jusufi a.s. veproi në këtë mënyrë me qëllim që ta shihte edhe vëllain e vogël. Jusufi a.s. pasi e kërkoi Benjaminin, u ktheu edhe të hollat që i paguan për dritë, me qëllim që kur t'i shihnin të hollat, të ktheheshin prapë në Egjipt për t'i paguar. Kur arritën bijtë e Jakubit në shtëpi, e lajmëruan baban se ministri i bujqësisë i Egjiptit u kishte thënë se nuk do t'u jepte dritë më, nëse nuk do ta sillnin me vete vëllain e vogël, pra Benjaminin. Jakubi a.s. u përkujtoi ngjarjen e mëparshme të Jusufit dhe u tha se nuk u besonte, siç nuk u pat besuar as atëherë me rastin e Jusufit. Vëllezërit e Jusufit, kur i hapën thasti, pan se të hollat u kishte kthyer ministri dhe i kishte futur në dritë. Jakubi a.s. nuk u lejoi Benjaminin. Kur shpenzua drithi i blerë, kërkoi nga bijtë e vet që të shkonin përsëri në Egjipt për të blerë dritë. Jehuda i tha se nuk kanë ku të shkojnë pa Benjaminin. Ministri atjeshëm na ka thënë se pa Benjaminin vini kot. Jakubi a.s. i tha Jehudës: "Si e diti ai që ju keni vëlla?" Jehuda ju përgjigj se qenë të parët që kishin shkuar prej një vendi tjetër, e ai mendoi se ne qem agjent. I tham se kemi baban gjallë dhe një vëlla më të vogël, duke mos ditur se ai mandej do ta kërkonte ata. Jehuda i dha besën babait të vet se ka për ta ruajtur Benjaminin
dhe se ka për t'ja kthyer në shtëpi. Atëherë Jakubi a.s. i urdhoi bijtë që të merrnin disa dhurata dhe t'ja dërgonin atij që i furnizon me dridhë. U dha dhe të hollat të cilat i kishte kthyer dhe u tha të merrnin të hollat e tjera për këtë herë. Kur mbërrin vëllezërit e Jusufit në Egjipt, ai pa se me vete kishin edhe Benjaminin. I urdhroi shërbëtorët të dinin e t'i prisnin dhe t'u shtronin drekë. Shërbëtorët kur e përgatitën drekën, i morën dhe i dërguan në shtëpinë e tij. Ata kur morën vesh se po shkonin në shtëpinë e ministrit, u friksuan se do të jetë ndonjë mashtrim për shkak të hollave që i gjetën në thaset e tyre. Filluan të shikonin njëri tjetrin duke thënë se tani do t'i sulmojnë dhe do t'u marrin kuajt e ata do t'i bëjnë skllëvër të tij. Njëri prej tyre ja tregoi shërbëtorit ngjarjen të hollave duke thënë se nuk kanë ditur asgjë, derisa kishin hapur thaset në shtëpi. Në mes të tjerash i tha se i kanë sjellë edhe të hollat e kthyer nga ana e ministrit dhe për këtë herë kanë sjellë të hollat të tjera për blerjen e dridhit. Shërbëtori qetësoi duke thënë se ata janë musafirë të ministrit dhe të mos friksohen fare. Në kohën e drekës erdhi Jusufi a.s. Këta ja dorëzuan dhuratat që i kishte dërguar babai i tij, Jakubi a.s. Jusufi e shikoi Benjaminin dhe pyeti: "A është ky vllai juaj i vogël për të cilin më keni treguar më parë?" Ata ju përgjigjen një zëri: "Po." Jusufi nuk ul, por nisi të shëtiste në përdhomë. Nganjëherë dilte edhe në dhomën tjetër dhe qante nga mallëngjini për vëllain dhe baban. Pastaj u kthye dhe i pyeti ata për baban dhe për shëndetin e tij. Jusufi shtroi vëllezërve drekë madhështore dhe me atë rast i ulin 2 nga 2 sipas moshës. Benjamini mbeti tek dhe ai me atë rast tha: "Po të ishte gjallë Jusufi, unë nuk do të kisha mbetur vetëm." Atëherë Jusufi i tha: "A pranon të ulem unë me ty në vend të Jusufit?" Benjamini ju përgjigj: "Po, me gjithë qef, ulu." Bashkëpunëtorët e tjerë i uli rresht veçmas sepse ata i konsideronte të padenj. Derdhia e Jusufit që ta ndalte Benjaminin afër vetes. Jusufi a.s. i urdhroi shërbëtorët e vet t'u mbushnin vëllezërve thaset me dridhë dhe t'u kthenin të hollat prap. Si duket, Jusufi në një bisedë që pati me Benjaminin tregoi se ishte vëllai i tij dhe atë do ta ndal aty. Kur u mbushën thas në thesin e Benjaminit shtini edhe një tas të argjend me cilin pinte ujë Jusufi. Kur u bën gati të niseshin për Palestinë, njëri prej shërbëtorëve të Jusufit u tha atyre: "Ndaluni." Ata u ndalën. Shërbëtori tha se duhet t'i kontrollonin të gjithë sepse kishte humbur tasi me cilin pin ujë ministri. Vëllezërit e Jusufit i thanë se nuk e kishin marrë. Shërbëtori utëroi qeveretin se në thesin që të gjente tasi, ai do të mbes skllav i ministrit. Pastaj Jusufi filloi kontrollimin prej më të madhit e deri te më i vogli. Tasin e gjeti në thesin e Benjaminit dhe atë ndali aty. Vëllezërit u përpoqën të mbetej ndonjëri prej tyre në vend të tij për shkak se e kishin marrë besën nga babai, por ai nuk pranoi ta lëshonte. Ata zun e i treguan ministrit rastin e Jusufit dhe u zemëruan në Benjaminin që kishte bërë atë vepër të keqe. I thanë se babai i tyre do shumë këtë sepse i kishin humbur një tjetër e dashuria e tij kishte kaluar te ky. I treguan se edhe ai ka pas vjedhur si ky. Kur e pan se çdo përpjekje kot ishte vëllai i madh Orbini u tha të tjerëve: "A nuk e dini se ja kemi dhënë besën e Zotit babait se do t'ja kthejmë prap Benjaminin, se kështu ka pas ngjarë dhe me Jusufin. Prandaj unë nuk largohem prej këtu. Nuk vi te babai pa më dhënë leje ai. Ose në të kundërtën, derisa të dalë në shesh kjo gjë nga Allahu, ai është gjykatësi më i mirë, që di çdo gjë qoftë edhe të fshehtën." Suja Jusuf, ajeti 80. Më në fund u tha vëllezërve të tjerë: "Shkoni ju te babai juaj dhe lajmëroni për Benjaminin dhe ngjarjen me ministrin e financave të Egjiptit. Tregoni se djali i tij ka vjedhur, është bërë rob për shkak të vjedhjes." Suja Jusuf, ajeti 81. Kur u kthyen tek Jakubi e lajmëruan për atë ndodhi të keqe. Ati nuk i mbushej mendja kurse si, që ai ta kishte bërë atë vepër të keqe. Edhe u kthye u tha djemve se edhe këtë e pas kanë rregulluar, si Jusufin më parë. Jakubit ju shtu mërzia dhe më shumë. Duke qarë, u verbua. Pastaj Jakubi a.s. i dërgoi bijtë e vet për 3. herë të blenin dridh dhe të merrnin vesh për vëllain e tyre dhe për ngjarjet e ministrit të Egjiptit. Djemve të Jakubit a.s. kur shkuan për 3. herë, Jusufi u tha: "A e dini që keni bërë Jusufit?" Ajeti Jusufi: "Po." Vëllezërit e Jusufit u çuditën shumë. E pranuan se kishin bërë gabim të madh me të. Jusufi a.s. u tha: "Merreni këtë këmishë time dhe çojeni babait, le t'i fshin syt me të,
se ka për t'ju kthyer të pamërit si më parë. Surja e Jusuf ajeti 93. Jusufi u tha që ta sillin tërë familjen në Egjipt. Vëllezërit e Jusufit u nisën nga Egjipti për në Palestinë. Jakubi a.s. dinte një kënaqësi shpirtërore dhe u tha atyre që të qenë të pranishëm. Unë po ndjej erën e Jusufit dhe shpresoj se shpejti do të takoj me të. Surja Jusuf 94. Njerëzit që qenë rreth i tij i thanë: "Lere më atë gjë, ti ende në atë mendimin e mëparshëm. Ti mendon se Jusufi është gjallë?" Jusuf ajeti 95. Pas pak kohe erdhi lajmi që Jusufi është me të vëllain, Benjaminin, në Egjipt. Jakubi a.s. e mori këmishën që ja kishte dërguar Jusufi dhe i fërkoi syt me të. Ati me njëherë ju kthyen syt si më parë. Mandej Jakubi a.s. u tha atyre që ishin të pranishëm: A nuk kam thënë juve që unë di nga Zoti Xheleshanuhu atë që ju nuk e dini? Surja Jusuf ajeti 96. Shpërngulja Jakubit a.s. në Egjipt. Jakubi pasi e mori vesh se Jusufi ishte gjallë dhe kishte lutur që të shpërngulej, e lëshoi atë dheun e vet, Palestinë, dhe u shpërngul në Egjipt. Ku mbërriti atje, Jusufi u bëri pritje madhështore prindërve dhe vëllezërve të vet. Ai u drejtua babait të vet me këtë fjalë: "O baba im, ky është vërtetimi i ëndrrës sime me të kahershme." Pastaj vazhdoi t'ia tregonte babait vujtjet që kishte pasur: hedhja në grop, bunar nga vëllezërit, kalimi i karavanit aty pari, shitja e tij si rob në Egjipt, ngjarja në mes tij dhe bashkëshortes së Zotëriut, burgosja pa dalë në gjyq, dalja nga burgu, pozita të cilën i besoi faraoni, ardhja e vëllezërve në Egjipt, ndalja e Benjaminit dhe ardhja e tyre prindërve dhe vëllezërve aty. Jusufi a.s. kaloi nëpër këto sprova, por kurrë nuk e harroi adhurimin e Allahut Xheleshanuhu. Jakubi a.s. jetoi 17 vjet në Egjipt së bashku me Jusufin dhe vdiq në moshën 147 vjeçare. Ai para se të vdesë i porositi bijtë e tij që të mos largoheshin nga besimi i vërtet dhe që ta varrosnin në Palestinë, afër babait dhe gjyshit Ishakut dhe Ibrahimit a.s. Pas një kohë vdiq edhe Jusufi a.s. në moshën 110 vjeçare. Ben Israelet mbetën në Egjipt dhe pas vdekjes së Jusufit deri me ndjekjen e Musait a.s. nga faraoni i 18. Pejgamberi Musa a.s. Musa a.s. është i biri i Imranit, pasardhës së Jakubit a.s. Pas vdekjes së Jusufit a.s. i cili luajti rol të madh në mbretërinë e Egjiptit, Israelinët e humbën autoritetin që gëzonin më parë. Egjiptasit i përdornin si robër dhe silleshin brutalisht ndaj tyre. Kështu që jeta e tyre në Egjipt u bë shumë e vështirë. Mirë, po nuk kishin ku të shkonin sepse pas shpërnguljes së Jakubit a.s. në Egjipt, vendin e tyre, Palestinën, e pushtuan Amalikët. Më së shumti u keqsua gjendja e benu Israelitëve në Egjipt, atëherë kur faraoni i 18 pa ëndër se do të lindte një djalë nga benu Israelitët, dhe sa ai do të jetë shkaktari i shkatrimit të mbretërisë së tij. Atëherë faraoni urdhëroi organet shtetërore që të mbysnin të gjitha foshnjat e benu Israelite që do të lindin brenda 2 viteve. Organet mbretërore filluan menjëherë të hulumtonin ku lindin foshnjat e benu Israelitëve dhe menjëherë i mbysnin. Në këtë kohë të vështirë lindi Musa a.s. Posa lindi Musa, nëna e tij e frymëzuar nga Allahu e mbështolli dhe futi në një ark prej derasash dhe hodhi në lumin Nil. Arka e hedhur shkonte mbi ujë. Kaloi pranë pallatit të faraonit. Bashortja e faraonit Asia e pa arkën mbi ujë dhe i urdhëroi shërbëtorët e vet që ta nxjerrnin. Shërbëtorët e nxorrën dhe ja sollën asaj përpara. Kur e hapën arkën, panë se aty ishte një foshnjë e posa lindur. Asia ju lut faraonit që këtë djalë ta ndalnin për vete. Faraoni u pajtua dhe i porositi njerëzit e vet që ta gjenin një grua që do t'i jepte gjinj. Për këtë punë u paraqitën disa gra, por Musa nuk thithte xhirin e tyre. Kur nëna Musa dëgjoi se i biri gjendej në pallatin mbretëror, u paraqit edhe ajo. Kur e shtiu në gjij, ai filloi të thithte. E faraoni e ndali atë në pallat që t'ja ushqente djalin e përvetësuar. Kur pushoi të thithte, kur Musa filloi të haj me dorën e vet, faraoni ja dha shpërblimin asaj gruaje dhe ajo shkoi. Ndërsa Musa a.s. mbeti në pallatin e faraonit. Musa u rrit dhe u edukua në pallatin mbretëror. Mirë, po tek ai nuk ndikoi edukimi i idhujtarisë, që ishte i përhapur në mesin e egjiptasëve. Musa gjithnjë e ndjente veten si benu Israelit dhe e brengoste shtypjat që i bënin popullit të tij egjiptasit. Largimi i Musait nga Egjipti dhe shkaqet e largimit. Më lart u tha se Musa ishte rritur në pallatin e faraonit, por ai e ndjente vetëm gjithnjë veten si benu Israelit.
Një ditë prej ditësh Musa i doli në qytet dhe duke shëtitur pa një egjiptas tek po e mundonte një benu Israelit. Ai kërkoi ndihmë nga Musa a.s. Musa duke i ndarë i ra shuplak egjiptasit dhe ai ra i vdekur për tokë. Këtë gjë nuk e pa askush tjetër përveç benu Israelitit të cilit i ndihmoi. Musa u pendua dhe me vete tha: "Kjo është vepër e shejtanit të mallkuar i cili është armik i hapt i njeriut." Musa tani dyshonte se mos po zbulohej kjo mbytyje e egjiptasit. Të nesërmen doli prap në qytet për të marrë vesh se ç'flitej për dorasin e djeshëm. Pa pritmas e pa prap atë njeriun të cilit i pa ndihmuar, se si ishte ngatëruar përsëri me një egjiptas tjetër. Musa u zemrua me të dhe shkoi t'i ndante. Me atë rast e shtiu ben Israelitin, ai u friksua kur pas se Musa që zemruar dhe i tha: "O Musa, a do të më mbytësh edhe mua sikur atë që mbyte dje?" Atëherë egjiptasi vrapoi dhe lajmëroi se vrasësi i djeshëm ishte Musa. Policia atëhershme filloi ndjekjen e Musait. Një prej egjiptasëve të ndershëm vrapoi para tyre dhe lajmëroi Musain se policia po e kërkonte për ta burgosur dhe këshilloi që të largohej nga Egjipti. Musa vendosi të shkonte në Medjen për shkak se me popullin e tij kishte përjardhje të njëjtë. Musa u largua pa pritmas, pa u përgatitur fare për rrugë. Thuhet se ai iku zbathur dhe derisa arriti atje i ra lëkura e këmbëve. Atje ishte amberi i Zotit. Pejgamberi i Zotit ishte në Medjen, pejgamberi Shuaib a.s. Kur arriti atje pa një të llovi njerëzish rreth një pusi ku i jepnin bagëtis ujë. Në mes të asaj të llovie ndodheshin dhe dy vajzat e Shuaibit a.s. të cilat prisnin derisa të lirohej pusi që t'ju japin ujë edhe ato deleve të veta. Thuhet se bunari pusi kishte një kapak të rëndë e ata nuk mund ta çelnin. Musa i heqi atë kapak pa kurrfarë vështirësie. Vajzat e dhëna më herët se çdo ditë babai i tyre qërtoi: "Pse keni ardhur kaq herët? Cili është shkaku?" Ato i tregon se kishte ndihmuar një djalosh egjiptas që t'u jepnin ujë deleve. Shuaib a.s. e dërgoi njërin vajzë dhe i tha Musait: "Babai im të thret të shpërblej për ndihmën që na dha neve." Musa u mendua të shkonte ose jo të marrë shpërblimin për ndihmën e dhënë. Ajo ndihmë ishte një lloj zekati për fuqinë e tij. Por më në fund shkoi, sepse ishte bërë një kohë gjatë që nuk kishte ngrënë bukë. Musa u nis për në shtëpi të Shuaibit a.s. pas vajzës së Shuaibit që i printe për t'i treguar rrugën, mirë po Musa nuk ishte i kënaqur që femra ti shkonte përpara. Prandaj tha: "Rrit ti prapa meje dhe më trego rrugën me gojë." Shuaibi a.s. i uroi mirëseardhje Musait dhe pasi i shtroi drejt pyeti për gjendjen e tij dhe shkakun e ardhjes në Medjen. Musa ja tregoi gjendjen e rëndë tek ben Israelitët në Egjipt dhe vuajtjet nga egjiptasit. Në mes të tjerash ja tregoi rastin e lindjes së tij dhe kohën e vështirë që ishte atëherë. Musa ja tregoi të gjitha deri atëherë kur e mbyti kaptin pa qëllim. Atë kop që kishte mbyt pra pa qëllim. Shuaibi i tha: "Mos u frikso, ti ke shpëtuar prej atij populli zullumçar." Kasas 25. Martesa e Musait me të bijen e Shuaibit a.s. Pasi shkoi Musa a.s. në shtëpinë e Shuaibit a.s., njëra prej vajzave i tha babait të vet: "O baba, shpërblej këtë njeri se deri më sot nuk ke shpërblyer njeri më besnik dhe më të fuqishëm." Shuaibi a.s. pyeti bijen e vet: "Ku e di ti se ai është i fuqishëm dhe besnik?" Ajo ju përgjigj: "Për fuqi e kam parë kur e hapi kapakun e pusit dhe u dha deleve tona ujë, ndërsa për besnikëri e pash kur shkova ta thrisja siç më dërgove ti dhe ai shikoi derisa vreti se jam femër e pastaj uli kokën dhe nuk e ngriti më, derisa ja dhash e letrën tënde. Pastaj kur u nisëm rrugës për në shtëpi, më tha të rria prapa se nuk dua të më pri femra e atë gjest nuk e bën kush përveç se besnikut." Pas këtyre fjalëve, Shuaibi a.s. i propozoi Musait që t'i shërbente atij 8 vjet dhe ta martonte me njërin prej bijave të tij. Shuaibi a.s. tha: "Ne po lidhim marrëveshjen për 8 vjet, e në qoftë se të pëlqen ty këtu, mund të rrish edhe 2 vjet të tjerë vullnetarisht." Musa a.s. pasi kaluan 8 vjet, e plotësoi marrëveshjen dhe u nis me bashkëshorten e vet për në Egjipt. Duke shkuar rrugës, i zuri nata në malet e Sinait dhe humbën udhën. Nuk dinin se
në çfarë drejtimi po shkonin, kur pa pritmas pa një dritë diku larg dhe ai i tha së shoqes: "Rri këtu se unë po shkoj tek ajo dritë e po marr ndonjë gaz që të ndezim zjarr deri në mëngjes, ose atje ndoshta ndodhet dikush që të na drejtojë." Kur Musa arriti atje, pa se drita ishte varur në një listë. Nuk ishte zjarr dhe nuk gjende askush përveç njerëzve që ta pyeste për rrugë. Aty dëgjoi një zën nga mesi i asaj drite: "O Musa, unë jam Zoti yt dhe i gjithësisë. Hiqi këpucës se ti gjendes në luginën e shenjtë Tuva." Surja Taha, ajeti 11-12. Pra prej atij çasti filloi shpallja ose vahji për Musain a.s. Teurati. Musa a.s. me vete kishte shkopin me cilin shkopëruan të delët e Shuaibit a.s. Allah e pyeti: "Çka të duhet ai shkop?" Musa ju përgjigj se në të mbështetet dhe i shërben për nevojat e tjera. Pastaj Allah urdhoi Musain që ta hedhte shkopin. Musa e hodhi shkopin e ai u shndrua në gjarë për të gjallë. Musa në fillim u freksua prej tij, por për këtë Allahu i tha: "Mos u frikso Musa. Ky kishte veshur një gun të leshtë." Allahu e urdhëroi që ta fuste dorën e djathtë në xhepin e gunës dhe kur e nxori dorën nga xhepi, ajo i bënte dritë. Atëherë Allahu i tha se këto dy gjëra janë mucize, mrekulli e tua, me cilën do të thrasësh faraonin në besimin e vërtetë. Mirë po Musa i tha: "O Zoti im, unë kam vrarë një njeri në mesin e tyre dhe po friksohem se do të hakmerren ndaj meje." Pas kësaj Musa ju lut Allahut që t'ia jepte për ndihmës vëllain e vet Harunin, sepse ai është më gojtar. Ai do t'ua shpjegojë atë që nuk e kuptojnë prej meje. Allahu e pranoi lutjen e Musait a.s. dhe ja dha Harunin për ndihmës. Pastaj Musa vazhdoi rrugën për në Egjipt. Kur arriti atje, qelloi rastësisht në shtëpinë të vëllait të vet, Harunit. Haruni nuk qelloi aty. Prandaj me bashkëshorten e vet u ul afër shtëpisë. Nëna e tij i kishte parë ulur, por nuk i njihte se kush ishin. Kur erdhi Haruni nga rruga e pa Musain me shoqen e tij, që rrinin ulur dhe e pyeti nënën se kush është ai njeri me një grua, që rrin jashtë shtëpisë. Ajo ju përgjigj se është një njeri i panjohur. Atëherë Haruni e pyeti: "Kush je ti?" Ai ju përgjigj: "Unë jam Musai." Me atë rast u njohën dhe u ngritën të dy në këmbë, u përqafuan. Pastaj në bisedë që bën, Musai a.s. i tregoi Harunit se si ka zbritur vahji dhe se ai është ndihmës i tij. Ftesa që i bëri Musai a.s. faraonit. Pasi u bashkua Musai me të vëllain dhe pasi e njofti se ai është ndihmës i tij, ata shkuan së bashku te faraoni dhe kërkuan prej tij që t'i besonte Zotit. Faraoni u përgjigj: "Nuk ka perëndi tjetër në Egjipt përveç meje." Pastaj faraoni pyeti Musain: "Cili është ai Zot të cilit i fton ti t'i besoj unë?" Musai ju përgjigj: "Ai është Zoti i qiellit e tokës, krijuesi i tyre." Faraoni prej fjalëve të Musait e kuptoi se Zoti është në qiell, sepse ai që është i fuqishëm më i lartë nuk rri ulur në tokë. Për këtë arsye faraoni tha se do të përpiqet në çdo mënyrë që të hyjë në qiell dhe të qeroj hesapet me Zotin e Musës, me Zotin e Musait a.s. Faraoni urdhëroi vezirin e vet, Hamanin, arkitekt, të ndërtonte një pirg të lartë deri në qiell që të shihte nëse ka Zot tjetër përveç tij. Ai e dinte se nuk kishte mundësi të ndërtojë një gjë e tillë, por ato fjalë i tha para publikut për ta treguar veten, sepse mbreti sipas edukimit të tyre ishte i shenjtë. Mandej Musa i kërkoi nga faraoni që spaku Benu Israilit të jenë të lirë, që kush të dëshiroj prej tyre le t'i besoj atij. Mirë po faraoni këtë gjë nuk e pranoi. Ai friksohej se mos do t'i dalin nga dora Benu Israilit, të cilët atëherë kryenin punët më të rënda dhe më të përlyera për faraon. Mucizet e mrekullitë e Musait a.s. Kemi cekur dhe më lartë se Musai kishte mucize pra shkopin dhe dorën, i cili bënte dritë kur nxjerrte nga xhepi. Faraoni nuk deshi t'i pranonte parimet që i paraqiti Musait a.s. dhe kërkoi dëshmi nga ai se me të vërtetë ishte i dërguar i Zotit. Musa a.s. për t'ia mbushur mendjen se ishte i dërguar, hodhi shkopin dhe u shndrua në gjarë për e filloi të ecë. Pastaj e futi dorën në xhep dhe kur e nxori ajo i bëri dritë. Faraoni dhe populli i tij Musain a.s. e quajtën magjistar të dijshëm dhe njeri të dëmshëm, i cili dëshiron ta largojë popullin nga faraoni dhe besimi i atëhershëm. Këshilltarët i thanë faraonit që t'i thriste magjistarët e vet nga të gjitha anët e Egjiptit për t'ia kaluar Musait me mjeshtrinë e tyre.
Mirë po veprimet e Musait a.s. nuk ishin magji, por muxhize mrekulli, të cilat nuk mund t'i bënte tjetër kush posa atij që ishte i dërguar i Zotit. Pra një gjë që mund ta bëjë edhe dikush tjetër, nuk mund të quhet muxhize. Faraoni i tuboi magjistarët e vet, por ata para se të fillonin nga puna, kërkuan nga faraoni shpërblime të mëdha. Nëse dilnin fitues kundër Musait, u tha, ju jap shpërblime të mëdha dhe gjithsesi t'i hedhin poshtë muxhizet e Musait. Kur tubuan magjistarët e faraonit e pyetën Musain, apo i tregon ti se pari magjitë tua, apo po i tregojmë një tunat. Musa ju tha, qitni ju që keni për të qitur, e pastaj qeson. Magjistarët e faraonit i hodhën disa litar të cilët u shndruan në qarprin të lëvizshëm. Me atë rast faraoni dhe populli i tij mendonin se me të vërtetë do të dilnin fitues, sepse ishin të bindur se Musa a.s. nuk do të mund të bënte një gjë më të madhe se ata. Magjistarët kishin vegla të ndryshme, kurse Musa e kishte vetëm një shkop në dorë. Musa a.s. në fillim u friksua. Në çmë mënyrë do t'ja dalë në kry me këta magjistar, mendonte. Ai ende mendoi si t'ja filloj, kur Allahu urdhnoi që ta hillte shkopin. Musa a.s. veproi ashtu. Shkopi u shndrua në një gjarë për të madh, i cili i gëlltiti të gjithë gjarprinjtë e tjerë. Kur e pan këtë gjë, faraoni dhe njerëzit e tij u habitën. Magjistarët pan se kjo nuk qenë ka magji, por mrekulli mbi natyrore, fuqia e Allahut. Magjistarët ranë në sejdë për Allahun dhe i besuan Allahut, Zotit të Musait e Harunit, duke hequr dorën nga shpërblimet që u kishte premtuar faraoni. Faraoni pa se Musa a.s. nuk mposhte. Përkundrazi, ai i mundi magjistarët e tij. Prandaj u tha magjistarëve të vet, ky është mësuesi juaj i cili ju ka mësuar të bëni magji, prandaj është më i fortë se ju. Magjitë e tij i munden magjitë tuaja. Ai e dinte se Musa nuk ishte takuar kurrë me ta, por nuk diti se ç'tu thoshte tjetër nga dëshpërimi. Faraoni pas mos suksesit ju kërcënua atyre që i besuan Musait pa lejen e tij se do t'i zhdukte. Faraoni u tha se do t'u apriste duar e këmbë dhe do t'i kryqëzonten në trupa hurmash. Mirë pa ata nuk u zbrapsen nga besimi i vërtet. Të gjitha këto përpjekje të faraonit ishin të drejtuara për një qëllim të caktuar të vetëm, që t'i mbajnë pra benu Israelit të robëruar, për të shërbyer egjiptasve, që ata të jetojnë në kurriz të tyre. Pas kësaj ngjarje, faraoni filloi t'i mundoi edhe më shumë benu Israelit, të cilët pas çdo mundimi që u bënin ankoheshin te Musa a.s. Ky i këshillonte besimtarët e vet që të kishin durim se në fund do të dalin fitues. Faraoni më vonë filloi t'i kërcënoi edhe Musait, por atë mbrojti, Musain e mbrojti Allahu. E mbrojti sepse Allahu është krijuesi. Një ditë, një besimtar i vërtet i tha faraonit, nuk mund të paditësh një njeri që thotë se nuk ka zot tjetër përveç atij që e ka krijuar botën. Pastaj ja përmendi meritat e Jusufit që ka dhënë për popullin e Egjiptit dhe ja tërhoqi vërejtën duke ja përmendur dënimet që i goditën popujt e mëparshëm, të cilët nuk i përgjigjen ftesës së pejgamberëve të tyre, si popullin e Ad, Thamud, Medjen, Eik dhe popullin e përmbytur që ishte përmbysur pra popullin e Nuhut a.s. Faraoni vazhdoi prapë si përpara, duke thënë se ai ishte Zoti më i lartë i njerëzimit dhe se nuk ka zot tjetër në Egjipt përveç tij. Ai thoshte popullit, ta nuk po i shihni këta lumenj të cilët po rrjedhin nën mua me urdhën tim. Zoti urdhroi Musain a.s. që ta njoftonin faraonin se do ta dënojnë nëse nuk i beson, dhe së paku nëse nuk do t'i lironte benu Israelitet, që të ktheheshin në dhëun e tyre. Faraonit nuk i mjaftuan vetëm 2 muxhizet e Musait, prandaj Zoti ja tërhoqi vërejtjen edhe me disa gjëra të tjera siç ishin. Në 1, thatësi e madhe atij viti e cila edhe është shënuar në histori. Në 2, zvoglimi i prodhimeve. 3, vërshimi i Nilit derisa i shkatroi të gjitha bimët. 4, dërgimi i kërkalicave të cilët i dëmtonin bimët. 5, çimkat që nuk linin askënd të flejnë, mushkonjat. Bretkusat që ushtuan aq shumë, sa që u binin në ushqime dhe në gjëra të tjera, dhe uji i pishëm që shndrohej në gjak. Benu Israelitët kthehen në Palestinë. Faraonit ju mërzit Musa a.s. dhe i tha, merë popullin tënd dhe largo prej Egjiptit. Tha kështu, por mandej u pendua që i liroi dhe urdhroi ushtrinë që të përgatitej e të vijej prapa dhe t'i kthente përsëri në Egjipt, t'i mbante robër si më parë. Derisa t'u boi ushtrinë
Benu Israelitët arritën e brigjet e detit të Kuq, faraoni shpejtoi me ushtrinë e vet dhe i zuari pa hyrë në det. Benu Israelitët kur e panë ushtrinë e faraonit, prapa tyre u friksuan shumë. Zoti urdhëroi Musait që t'i binte detit me shkop dhe ai ra. Nëpër det u hapën disa rrugë dhe Benu Israelitët kaluan prej anës perëndimore në anën lindore. Kur arriti faraoni te deti, i pa Benu Israelitët tek kalonin nëpër fundin e tij, prandaj ju mësyu dhe ai me ushtrinë e vet dhe mbërriti deri në gjysmën e detit. Në këtë kohë, Benu Israelitët dolën përtej detit në të thatë, kurse këta i mbuloi uji me çpatën. Faraoni kur e pa se do të zhdukej në ujë, tha: "Besoj se nuk ka zot përveç atij që i kanë besuar Benu Israelitët dhe unë jam musliman." Pra besoi Zotin e Musait a.s. Surja Yunus, ajeti 90. Por atëherë ishte vonë. Zoti nuk ja pranoi besimin. Benu Izraelitët, edhe pse u liruan nga faraoni, nuk qenë të qëndrueshëm në besim. Një pjesë e tyre nuk i kishin besuar Musait nga frika e faraonit. Musa a.s. i këshillonte pa rreshtur, por ata idhujtarinë e kishin ende të freskët. Musa a.s. u thoshte se të gjitha këto mrekulli që bënte ishin vepër Allahut fuqiplot, dhe i bënte pra me lejen e Zotit. Ata duke shkuar rrugës pa një popull që po i luteshin një idhulli dhe kërkuan nga Musa që edhe ata të caktonin ndonjë idhull për Zot. Musa a.s. u apa për të madhe kërkesën e tyre dhe u tha: "Ne nuk kemi nevojë për tjetër Zot përveç atij që na shpëtoi nga armiku." Kur dolën prej detit në sillëdhësen e Sinait, bënte vape madhe. Atje nuk kishin ku të strehoshin, sepse nuk kishte as shtëpi dhe as pemë për hije. Benu Israelitët zunë të ankoshin të Musai, dhe ai u lut Zotit që të bënte një hije. Zoti u dërgoi një vranësi, e cila mbuloi qiellin dhe kështu u bë hije. Pastaj u ankuan për ushqim, e Zoti u dërgoi një erë përmes të cilës vinte një ushqim në formë të rrymës që quhej menna. Për mish u dërgoi një lloj shpendësh që quhej salwa. Këta shpend vinin me shumicë, saqë u mbulu toka prej tyre dhe çdo njëri merrte sa kishte nevojë. Pas plotësimit të çdo kërkese u ankuan te Musai për ujë të pijshëm. Zoti urdhëroi Musain që të qellonte një gur me shkopin e tij. Musai a.s. i ra gurit me shkop dhe nga i gur shpërthyen 12 kroje. Edhe sot e kësaj dite ai vend quhet Krojet e Musait a.s. Pastaj mbollën disa hurma afër ujit dhe siguruan hijen. Musa a.s. desa ende ishin në Egjipt u kishte premtuar popullit e vet se në qoftë se zhduket faraoni dhe ushtria e tij, atyre do t'u vinë nga Zoti një libër i cili do të vlej vetëm për Benu Israelit. Pas zhdukjes së faraonit, Zoti e urdhëroi Musain a.s. që të dilte në majën e kodrës Tur, e të qëndronte atje 30 ditë, dhe të agjeronte aty do t'i jap librin, sipas të cilit duhet të veprojë ai dhe populli i tij. Musa a.s. veproi kështu gjatë muajit Dhulkade, pra. Kështu veproi gjatë muajit Dhulkade. Dhe kur u bën 30 ditë, filloi të hante, me që i vinte keq që t'i vinte era gojës nga gjërimi. Ibn Abbas i thot se kur deshi Allahu t'i fliste Musait së pari i tha: "Pse hëngre o Musa?" Ai u përgjigj: "O Zoti im, unë dëshirova që kur të flas me ty, goja ime të lëshoj erë të mirë." Zoti i tha: "A nuk e di se era gojës së agjëruesit tek unë është erë e këndshme?" Zoti i tha Musait a.s. "Ktheu dhe agjëroj edhe 10 ditë e pastaj të vish prapë." Pas 10 ditësh, Musa i shkoi në vendin e caktuar ku i foli Zoti dhe biseduan përmes perdes. Musa a.s. nga dashuria që kishte ndaj Zotit kërkoi që t'ja bënte të mundshme ta shihte, por Allahu i tha: "Kurse si nuk mund të më shohësh, pra shikoj atë kudër, nëse ai rri ashtu siç është, atëherë ti më sheh mua." Kur Allahu ja lëshoi kodës dritën e vet, ai u shkri e Musait i ra të fikët. Surja Araf, ajeti 143. Pasi kaloi të fiktit, Musa a.s. kërkoi falje nga Zoti dhe vazhdoi bisedën. Është interesant që Zoti e zgjodhi Musain të parë për atë popull dhe që i fliste pa ndërmjetësimin e me lajkes. Zoti i fliste Musait e Musai e dëgjonte. Zoti i Madhërisëm i adhuroi Musait Tevratin, ku ishin të shënuara të gjitha çudueshin Benu Israelitëve. Me to u tregoi se ç'është e lejuar dhe ç'është e ndaluar, dhe u tërhoqi vërejtën se kush nuk vepron sipas udhëzimeve të tij do të dënohet. Musa a.s. për ato 40 ditë sa u larguan nga populli, e la zëvendës të vëllain e vet Harunin. Viçi i Benu Israelitëve.
Benu Israelitët nuk ishin ende të qëndrueshëm në besimin e tyre, sepse kishin të freskëta besimet e kotat e egjiptasëve. Ata e shfrytzuan mungesën e Musait a.s. dhe njëri prej tyre të boi arin dhe argjentin nga gratë që i patën marrë kur dolën nga Egjipti dhe e shkrin. Prej këtij ari të shkrin bën një potir në formë viçi, të cilin mandej filluan të adhuronin për Zot. Autori i këtij puti që Samiriu. Ky u thoshte Benu Israelitëve se Musai ka shkuar të pres që t'i zbres librin nga Zoti, kurse Zoti i tij dhe ynë është ky veç. Atë veç e konstruktoi në mënyrë të tillë që kur të kurdisej të pëlliste e populli të bojë rreth tij dhe fillonin të faleshin. Haruni përpoq t'i largonte, por mundi i shkoi kot. Musai pasi e kreu agjërimin, i foli Zotit dhe i dhuroi Tevratin. Zoti ia lajmëroi Musain se ç'kishte ngjarë me popullin e tij dhe ai u kthye i dëshpëruar shumë. Kur arriti e kapi për mjekrat e vëllaun Harunin, e qërtoi dhe i tha: "Si ke lejuar të bëhet kjo?" Haruni i kërkoi falje Musait dhe tha: "Unë jam përpjekur me tërë fuqinë time, për mundi më shkoi kot. Rrugdalje tjetër nuk pata. Po të bëja luftë me ta, e që të veproj ashtu friksova se do të zemërohesh edhe më shumë." Musai a.s. e mori atë farviçin dhe e futi në zjarr e pastaj e hodhi në det. Pasi e hodhi në det, grupin e shpatalloi, kurse Samiriu e largoi nga rradhët e Benu Israelitëve. Mëkatarëve të tjerë urdhëroi të pendoheshin për veprën të cilën ata e kishin bërë, pra që ishte një vepër shumë e shëmtuar. Ata e pyetën Musain a.s. se si të pendoheshin. Zoti e lajmëroi Musain se pendimi i tyre është i pranuar nëse do t'i mbysnin njëri tjetrin. Pas disa viktimave që u bën, Zoti ju afali dënimin. Pas stabilizimit të gjendjes, Zoti urdhëroi Musain të hynte në tokën e premtuar në Palestinë, të cilën Zoti u apat premtuar Ibrahimit, Isakut dhe Jakubit, që të jetë pronë e pasardhësve të tyre. Mirë prej andej duhet të t'i dëbonin banorët e atjeshëm, Amalikët, kurse Benu Israelitët ishin më të dobët, më që friksoheshin, nga se deri vonë ishin skllëvër të faraonëve egjiptian. Benu Israelitët thyen urdhën e Zotit e Musait i thanë: "Atje ka njerëz të rrezikshëm dhe ne nuk do të hyjmë pa dalë ata vetë. Nëse ata dalin, ne do të hyjmë." Surja Maide 22. Musai ju afrua atij vendi pra në Palestinë, por nuk hyrë në të. Vdiq pa ju plotësuar kjo dëshirë. Benu Israelitët 40 vjet mbetën për te i lumit Jordan dhe sa herë që i luste Musai të hynin në Palestinë, ata i përgjigjeshin me këto fjalë: "Shko ti dhe Zoti yt dhe luftoni, e ne po rrim ulur këtu." Surja Maide, ajeti 24. Pas 40 vjetëve vdiqën të gjithë që ishin rritur në slavëri dhe erdhi brezi i ri, i cili që rritur në liri dhe ja me syn Palestinës me forcat e Jasha bin Nunit në krye dhe hyn në të. Dhe ata e morën pra komplet atë territor. Pra kjo është historia në vija të trasha nga historia islame e pejgamberit ton Musa a.s. Pejgamberi i mëshirës, Muhamedi a.s. Edhe mëshira edhe dëmshuria e pejgamberit ton të fundit Muhammed a.s., i cili u dërgua si një shkak mëshire për të gjithë universin, ishte universale. Cilësimi me cilësimet e Allahut ndër të gjithë krijesat është një privilegjim që veç ai e ka arritur. Zoti ynë në ajetin 128 të surës Teube urdhëron kështu: "Tashmë ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Atij vjen rënd për gjunahet që bëni ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë. Dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët." Atributet Rauf dhe Rahim që citohen në ajet njëkohësisht janë ndër emrat e bukur të Allahut të lartë madhruar, dhe kjo situatë e posaçme veçse për pejgamberin ton është shenja më spikatore e mëshirës dhe dëmshurisë që ai ka ndaj besimtarëve. Pejgamberi mëshirës dhe dëmshurisë urdhëron kështu: Allahu tregon dëmshuri ndaj atij që është i dëmshur, dhe ju tregoni mëshirë dhe dëmshuri ndaj atyre që janë në sipërfaqen toksore, që edhe ata që janë në qiell të tregojnë dëmshuri ndaj jush. O Zoti im, bëj që të përmenden për mirë te breznitë e ashme.